Mirë se erdhët në kanalin tim, sot kemi një tjetër video dhe kemi dasëm. Por si fillim do të shkojmë të marrim Denisin në aeroport dhe jo vetëm do të shkojmë të marrim copat që unë ju thash nga vlogu i kaluar. Falni, po kjo pasqyra më nxjerr më të mbushur se çam, sinqerisht e kam. Thani po shikoj, nuk jam unë kjo, jam më e dobët. Anyways, po shikoni një background të ri, por këtë do të flasim në vijim. Gjësi, tani ikim dhe marrim Denisin. Bër gati, po nuk po taku fare. Ju e dini se shkon kjo punë dhe ja ku jemi tani, kemi ardhur te lokali dhe po nxjemi direkt tek dasma. Dhe Denisi që po vjen nga bas. Është 3 mëngjesit, sa po kemi ardhur në shtëpi, vesha rrobat e gjumit edhe më vjen keq të hiq make-upin, por si fillim do të shpjegoj pak se dasma e kujt isha unë. Kush ishte ky që po martohej? Aureli është një nga miqt që unë kam njohur në universitet. Besoj kuptohet që kemi qenë në të njëjtin grup, se Aurel, Albana, Ayla, Artiola, kështu që ishim të dasma e tij. Më në fund u martua me një vajzë shumë të bukur. Dua të them që Nusja që kërcen ta aq bukur është gjermane, nuk është shqiptare, edhe kishte mësuar çdo gjë. Nuk kishte dallim nëse ishte gjermane apo shqiptare. Jemi kënaqur pafund. Kemi kërcyer, këmbët na janë bërë nuk e di se ça. Nuk e di, thjesht nuk donim që të mbaronte. Gjësi, jemi në shtëpi, tani unë duhet të hiq të make-upin e bukur që bëra te sallon Zozo edhe të flej pak gjumë sepse diqa, mbarova për gjumë. Dhe dyqani im është një rrëmuj e papar. Dhe kur them e papar. Gjësi, nuk do ta hiq të make-up, është bukur. Shikon, nuk ka lëvizur fare. Fare, është në fund. Hello, jemi në makinë edhe rrugët në autostradë janë yll fare, nuk e di. Rrugë shumë të mira, rrugë fantastike. Për çfarë që duam në rrugë të reja njërë nuk e marrë vesh. Nejse, ne jemi nisur për në Tropoj, është pak vonë, më vonë se sa herë të tjera, mirë po kishim punë për të kryer edhe i mbaruam atë punë. Tani jemi nisur, për fat të keq nuk po mundemi të lidhim dot telefonin, ose ndoshta nuk e ka ky si opsion, po do shohim nëse mund të marrim ndonjë Disney gjë, të dëgjojmë pak muzikë se u çmendëm. Ose do ndjej mua Denis duke folur gjithë rrugës, gjë që nuk besoj se do. Mirë po, që të bëjmë tani këto, njërë në tjetrën. Ja, zemër, do të mësosh të japësh motorit, që sa bukur. E kishim bërë Tiranë Tropoj për 2 orë me motor, ose më shpejt. Gjësi, ku të mundemi të marrim pak ujë, se unë diqa për ujë. Për shtargoja. Tash e padal milat. Okej. Avash, presi. Dhe do kemi unboxing telefonin tim të ri, më në fund. Ngjyra është përzitur nga Denisi, sepse zakonisht pasi unë marr një telefon të ri, telefonin tim të vjetër e mban Denisi, edhe po bën të llogaritë veta dhe po thosh kur do të marr ty telefonin tjetër, i bie që këtë ta marr unë edhe e ka marrë ngjyrë blu. Unë doja gri ndërkohë. Se di për juve, po neve sarë që shohim njerëz që dalin dhe shesin fruta edhe gjëra të tilla në anës të rrugës, ndalojmë gjithmonë dhe këtë herë morëm piq dhe ishin shumë të mirë. Në Kosovë koha që nga meshi.
gati. Na falni, unë po I thoya Denisi, se po më pëse Denisi që do bësh? Edhe I thash unë, o zot, qëndro të lutem. Edhe I thash unë do këndoj. Edhe thot, I lutem keni mëshirë për mua. Me qa këngë doni që t'i përshëndes, zotëri I nderuar? Opera. Lolo! Prit, me qa këngë po t'përshëndes avë në shparë? Qa po të dhe shparë? Qa s'ndo? Dhe të vërtetë. Pasur. Ore ti. Prit, po këndoja këngën larg, se dikush më tha mua, pse këndon këtë? Ua. Na falni sërish. Këngën larg të Ylli Limanit, sepse dikush po më thoshte mua që pse ti këndon kështu këngësh? Pse poston kështu këngësh? Ajo është këngë e bukur. Sa më në fajtar? E di. Ti thjesht s'do që të ndesh mua që të këndoj e di unë. Dhe po kap çdo grup të mundshme që mos ka. Po pra do këndoj. Ose miku një. Kam thënë kur oh, Denis. Sa dyshim Ke vllau kem. Ko tesi ko ma. Hello, yje. Jemi nga dita tjetër. Dje kemi arritur në Tropoj rreth orës 8 të darkës. Unë gjithë paraditen deri në orën 6 dhe mbas ditën e kam kaluar me gjyshen e Denisit, me datën edhe me babin e Denisit, ndërsa Denisi kishte dalë me vëllezërit e vet ku te lokali që kanë këtu në Tropoj. Edhe derisa Denisi u kujtua që ka një grua. Tha, o grua, ato ikim në Valbon? Po ikim I thash unë. Edhe po ikim në Valbon. Rrugën ju e dini, unë kam treguar sa herë që vi këtu. Tani të shoh nëse kanë bërë ndonjë gjë të re apo e kanë ndryshuar pak rrugën, e kanë shtruar sepse disa pjesë ishin prishur, por jo, I kanë rregulluar, besoj se përgatiten për sezonin veror, se kanë shumë turista. Anyways, këtë kaq, s'u bëj ndonjë gjë tjetër. Nesër jemi për Tiranë, o zot, kanë shkuar gocat e dyqani akoma s'ka mbaruar. Nesër, e zgjidhim edhe këtë pjesë. Na e shtuar disa glasat e xhami, do të thot fat apo thjesht ju ka pëlqyer si vend jashtëqitje. Tani, e di që juve do mendoni se Albana pse ke të njëjtat rroba, po me ato rrobat e tjera që unë kam marrë me vete, kam bërë foto edhe prandaj vesh apo të njëjtat. Denisi është në aksion. Shifeni pak, po do t'ju them reali, është moti fantastik, është freskët, nuk është ftohtë, nuk është vap, është perfekt, është ideal. Mundësisht unë mund të kisha veshur edhe rroba të gjata. Në një xhaket, në një xhup. Se jam tip që marrifi, po anyways. Ku je më djalë? Denisi si një tropojan që është, di një liçen këtu, do me thënë, është dhe shkruar këtu, liçeni I James, ose më saktë James Lake, edhe po na prin. Është vetëm 1 minutë në këmbë. Unë nuk është se jam me këpucët e dura, por hajde, let's try it. I know. Shumë bukur, shumë ta. Bravo Denis, ke marrë notën 10 për sot. Po sa u pëm rrugën pa? Jo, se ka shenjë. Më në fund arrita. Nuk ishte 1 minutë njerëz, gënjejnë, mapsi gënjen. Për Denis. Okay. Është me hiking shoes, edhe është. Po, me hiking shoes edhe është, po jo me këto fuvat e mia. Ky është edhe liçeni I Xhemës. Tani, është thjesht I mbushur me myshk, edhe si ujë duket shumë I pastër në ato pjesë që ju mund të shikoni, është totalisht I pastër. Shikoni pak këtu. Është super I dukshëm. Po sigur të mirë mbahej pak më shumë dhe ishte akoma dhe më I bukur. Po kthehemi.
Njerëz, u lodha. Për zotin, nuk e di, po u lodha. Gjithsesi, ja vlen, është shumë bukur një, dhe fakti që është freskët më bën të ndihem më mirë sepse nëse do ishte kohë e mirë, u s'isha futur kurrë këtu. Për frikë të gjarpërime, sigurisht. Por që, okay. I japim një 9 nga 10 si eksperiencë. Life is a winding road. No Miriam, Denis? Pa. E di që nuk do kuptoni asgjë nga ky vlog, po do mundohem t'ja u lë me shkrime. Dhe ja ku jemi, tek një hekur të ri. E morëm sepse më duhej patjetër këtu në dyqan. Kisha një hekur të vogël avulli, po doni juve që nuk po punonte më dhe mora edhe një tjetër. Se duket të cepi aty. E kam hapur edhe është këtu. Këtë e mora për të kurosur këmishat, fustanet e vogla, gjëra kështu të thjeshta, ndërsa këtë tjetrën e morëm pak më profesional për të hekurosur çdo detaj. Ky është edhe hekuri, e hapëm, ndërsa tani po bëjmë një pushim se po vdesim për të ngrënë, edhe frigoriferin të hapim me juve. Kemi ngrënë një picë të dy, vdiqem, është shumë e madhe. Nuk ka justifikim, por Denisi iku, mua merr një kliente edhe ka ardhur ora që unë ta mbyll dyqanin pasi do ikim tek shoqja jon për qok. Edhe shikoni pak si e kam gjendjen, okay? E i bra unboxing pa u treguar, por ky është frigoriferi që morëm. Tani këtu është çik ngushtë se akoma se kam përfunduar edhe këtu tamam. Jam munduar çik, po këto do sistemohen për shembull tek dollapi këtu pasi të heq disa nga gjërat e të tjera dhe këtë tavolinë besoj do ta vendos aty. Dhe më pas këtë frigoriferin, po do ta mbushim edhe do është çik më andej, domethënë. Kjo është ideja. Gjithsesi, është super okay. E kemi marrë tek Home Store Visposht AL, po ja u lë diku këtu, edhe ja u super sugjeroj sepse kishin çmime shumë të mira. Edhe pse jo. Njerëz nuk e di se sa ditë kanë kaluar që kam treguar iPhone-in, edhe tani erdhi momenti që unë ta hap, sepse nuk kam pasur fare kohë. Mati Denisi më thoshte, "Ore, do e hapësh ti atë iPhone-in apo si e ka hallin?" Dje kemi bërë foto dhe dyqani është super rëmuj. Por, hello, jemi nga shumë ditë më vonë, po do flasim pak më vonë për këto. Si fillim të pastroj dyqanin, edhe më pas të flasim bashkë. Dyqani shkëlqen, edhe fshiva edhe e lava. Për prova. Ju thash që do flasim sa po të sistemoj dyqanin, e sistemova, ja u tregova. Më bërë muj prapë, sepse me erdhi nusja. Me erdhi një nuse, provuam disa fustane, më erdhen edhe gosat e tjera dhe akoma se kam mbaruar, edhe ka kaluar goxha kohë, domethënë që nga pastrimi i dyqanit ku ju kam lënë unë juve. Nuk e marr dot veten as shumë seriozisht sepse më ka dalë një puç shumë këtu në majt hundës dhe nuk e kuptoj pse më ka dalë, sepse edhe cikli im ka ikur tashmë, kështu që fytyrën do ta kisha në top form, domethënë pjesën tjetër e kam okay, po këtu mund majt hundës dhe është nga këto pucat që dëmb. Gjithsesi, zyrtarisht ndodhemi në dyqanin e ri tek rruga e Dibrës, ndodhemi tek shkolla e bashkuar, ose më saktë përballë Ministrisë së Mbrojtjes, ose më saktë pa arritur te spitalet nëse vini nga rruga Ura dhe nëse vini nga qendra sa kalon spitalet. Edhe vitrina jon është kjo. Kjo është njëra anë. Dhe kjo është ana tjetër. Jam super e lumtur për këtë ndryshim që kemi bërë, sepse është vend shumë më i bukur, ka më shumë dritë natyrale, gjet më kollaj nga klientët, më kanë ardhur shumë goca duke thënë, sharmi Albanës, po, sharmi im i bukurim. Edhe kostumet, kemi bërë shumë ndryshime, kemi dyshuar hekurat, kemi për çdo gjë. Ndoshta do t'i bëj një tur ndonjë ditë tjetër, pasi sot dua që ta mbyll vlogun. Kanë kaluar shumë ditë dhe ka qenë një vlog paksa i ngatruar dhe për këtë arsye unë i thash edhe do flasim. Mirë po, jam munduar t'ja u shpjegoj me shkrime. Ne ishim në një dasëm, shkuam në Tropoj direkt pas dasmës, pastaj kemi ardhur në Tiranë, Denisi iku sërish në Tropoj, u kthye.
iku në Malta, edhe ka qenë një vlog shumë i shpejt për mua, sepse nuk kam xhiruar çdo ditë, edhe gjithsesi jam munduar t'ja u shpjegoj se çfarë kemi bërë edhe për të lidhur ato copsat që unë kisha xhiruar. Një gjë tjetër që dua ta adresoj, patjetër është fakti që marrim komente në lidhje me shtatzanin. Okej, për mua kjo gjë tashmë është bërë kështu normale, sepse po i marr shumë shpesh, i kam marrë shumë shpesh, po u bë një periudhë që nuk kisha marrë më. Unë vishem me të gjëra. Okej, goca, edhe fustanin që kam sot e kam super të gjerë. Kjo nuk do të thotë që unë kam mbetur shtatzan. Kam pak bark, e di, është bark, është i fryrë, është, ku di unë, jam shtoshur, çfarë them ndani? Dhe direkt gjëja e parë që do thonë dhe do mendojnë njerëzit është ai është shtatzan urime këtë andej. Nëse do të ndodhi, do t'ja u them pa diskutim, sepse kjo është pjesë e jetës time, mirë po, kur më thuhet kaq shpesh edhe ku di unë, nuk më bën të ndihem mirë, më kuptoni? Kështu është një pyetje shumë personale. Nëse do të ndodhi, unë do ta ndaj vetë me ju, prandaj dua shumë që mos bëhet më si pyetje. Mos bëhet më. Jo vetëm mua, po askujt, sepse disa persona mund ta kenë problem, nuk mundet ndoshta të mbesin shtatzan. Unë për shembull jam në distancë për kaq kohë, kështu që ju lutem stop me këto pyetje. Jemi në 2026, nuk ka nevojë më njëri për këto pyetje, nuk duhet bërë më këto pyetje. Ta keni parasysh për gjërat e tjera në vazhdim dhe për njerëzit e tjerë në vazhdim. Unë nuk doja ta mbyllja kështu vlogun duke ju kritikuar pak fare për këto pyetjet, por gjithsesi unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Do të shihemi në vlogje të tjera. Unë sot do t'ikim në Durrës, ndoshta do t'ju marr me vete, do të hap një vlog tjetër domethënë. Dhe nesër do të jem në plazh, shqyr do bëj një ditë plazh, se pastaj e hëna është punë. Kështu do t'ju lutesha shumë të më suportonit me një subscribe edhe të shihemi në videon e radhës. Puthje!